në atyre që kanë qenë ligën e parë, që mendoj që ka qenë cak jashtëzakonshëm Endret Krasniqi dhe Lori Banjoku, dihet që janë lojtarë që e njohin ligën, lojtarë me eksperiencë, po. Mirë po, pastaj euforia kur fillun me pas rezultate pozitive në Super League, fillun me bën ndryshime drastike. Ajo është pastaj jo eksperjenca e menaxhmentit. Nuk, domethënë, edhe te kriteret kur vendosen ligën e parë, mendoj se duhet me pas kriterium edhe menaxhmenti. Duhet me qenë pak më me eksperiencë, edhe vendimet mos me qenë të ngocshme. Për shkak se pastaj futbolli është proces, nuk është mbrana notës me ndryshuar. Për shkak se pastaj nuk mundet me ta zgjidh edhe na emër jashtëzakonshëm ndaj trajner nuk mundet me ta zgjidh situatën. Tash ne e cekëm Mireliosu. Nuk mendoj që Mireliosa ka mundësi me nxjerr nga kjo situatë ku janë. Do të jetë jashtëzakonisht e vështirë. Pse? Sepse problemi qëndron te futbollistët. Për shkak të presionit që ata e kanë momentalisht për shkak të rezultateve negative. Janë futbollistë që paguhen mirë, edhe na e dim nga praktika që futbollistët që paguhen mirë, edhe që janë me prezencë, është vështirë menaxhohen ata futbollistë. Domethënë duhet një proces kohor prej fillimit të kampionatit me qenë një trajner që bindet edhe strategjikisht i binden futbollistat i trajneri, edhe i besojnë komplet procesin deri në fund. E nëse na pastaj pavarësisht domethënë kapacitetit financiar, marrëm as vendime të ngocshme, edhe ban zëvendësimin e trajnerit, pra që ai me shkop magjik me pru një strategji 3. Ata futbollistë A thëmë veç diçka. Po. Kanë marrë trajnerin Duro, edhe ai ka zgjedhur një strukturë të ekipës se çysh mendon ai me lujt. Absolut. Edhe